a thua guxojnë të gjithë këta që kanë pozita qoftë publike, qoftë politike, me bë këtë hap, me shku më testu. Tash, unë nuk e kom pas domosdoshme në kuptimin e sfidimit vetë, sepse unë e di vetën kësë është qartë e pasër, po pse e kom bo unë vetë, është me tregu që edhe nëse je pasër, por ki përgjësi shtetërore, të lëbër banë në shembull, shëne, për më bo ushtari Kosovës, pjesari FSK-s, duhesh me bo qëtë analizë. Për më bo polici Kosovës, duhesh me bo qëtë analizë. Për me punu në institucionet sigurisë, duhesh me bo qëtë analiza. E qëshko ka më bo ministër, mas me bo. Me pos pozitat kyqen shtetë mas me bo këto. Nëse ti kime vendos politikat, kime ndo sa pare ka me marë policia e Kosovës për me luftu drogat. E të tjerë, s'po thamë vetëm për ne ndëve në ministër edhe parlamenti e qeveria në të nësi. Polici duhet me bo, aty jo, se kush jete, pse mas me bo. Po këta mas me bo për shkak se këta që nuk janë përdorus të drogave. Prandaj, abeden, pse duhet me... Shene, une normalisht nuk po paragjykoj, sepse nuk është e jam me thonë ky është, ose ajo është, ose sështë, ose kështu me radhë. Por unë po i sfidoj që në ta dëshmojnë që kanë integritet. Mendoj që peke fundin a Kosova është e vogël, këtu jetojmë, gjithi kemi fisë e farë që thujmë, njohim njerëz, flasim me njerëz, diskutojmë me njerëz, diskutojmë me ekspert, edhe ata që mund ta vlerësojnë edhe prej pamjes jashtme, edhe prej policëve në rrugë. Ekspert mujnë vrejtë nga pamja jashtme? Edhe prej policëve në rrugë, edhe prej mjekve, edhe prej ashtu e kështu, pra nuk po besoj që kjo iniciativë që e ku marrë e dorën zemër, e kam thonë në video në para 3 vitesh, e kam bo këtë kërkesë dhe është bo debat publik.